Tirana ka zhvilluar këtë të njëjtë edicionin e dytë të Festivalit të Arkitekturës Bread and Heart. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në aktivitet, foli për bashkëpunimin midis natyrës dhe arkitekturës. Ruajtja e natyrës mund të ketë të bëjë dhe duhet ketë të bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën. Jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës. E qëndrueshmja nuk është as pak korekte në raport me brezat e ardhshme. Çfarë është korekte në raport me ta është ajo çfarë është korekte në raport me natyrën. Pra si të shkojmë nga të qenit të qëndrueshëm tek të qenit të rigjenerues, ripërtëritës. Si të bëjmë që të mos mendojmë thjesht, po, na duhet të presim ca pemë, të mbjellim ca pemë, po jo këtu, diku tjetër. Dhe si t'i bëjmë të dyja, të ndërtojmë e të mbjellim. Ndër të tjera, kryeministri theksoi se arkitektët me famë botërore gjithnjë më shumë po zgjedhin Tiranën, duke u kthyer në një hapësirë referimi për zhvillimin urban dhe arkitekturën bashkëkohore. Festivali Bread and Heart mbledh në Tiranë arkitekt, urbanist dhe zhvillues nga vende të ndryshme të botës për të diskutuar mbi sfidat e zhvillimit urban, arkitekturës moderne dhe transformimit të qyteteve.